në respekt të plot organeve të drejtësisë, kam pranuar kërkesën e prokurorisë së posaçme për një çështje në hetim. Prokuroria e posaçme SPA ka krijuar dyshime të forta se zëvendës kryeministra dhe njëkohësisht ministra e infrastrukturës Belinda Balluku ka luajtur një rol qendror në orientimin e disa procedurave të rëndësishme tenderuese drejt kompanive të përzgjedhura paraprakisht. Sipas hetimeve bëhet fjalë për të paktën 7 tendera të lidhur me ndërtimin e unazës së madhe në Tiranë, një nga projektet më të kushtueshme infrastrukturore në vend. Të martën më 16 dhjetor 2025, SPAK i ka paraqitur Kuvendit të Shqipërisë kërkesën zyrtare për autorizimin e arrestimit të Ballukut, duke cilësuar këtë veprim si të domosdoshëm për vijimin e hetimeve penale. Ky hap përbën një nga lëvizjet më të forta institucionale kundër korrupsionit në nivelet më të larta të qeverisjes shqiptare. Në kërkesën drejtuar deputetëve, SPAK argumenton se ekzistojnë dyshime të arsyetuara se Balluku ka ndërhyrë në manipulimin e të paktën 7 procedurave tenderuese, duke cënuar parimisht konkurrencën dhe barazinë në prokurime publike. Këto dyshime rëndojnë edhe më shumë faktin se ministra tashmë është në akuzë për një tjetër procedurë me vlerë 180 milion euro, atë të ndërtimit të tunelit të Llogaras. Sipas verifikimeve të kryera nga Botnews Pikalt në buletinin zyrtar të prokurimit publik, të 7 tendrat janë zhvilluar gjatë vitit 2021 nga Autoriteti Rrugor Shqiptar. 6 prej tyre janë shpallur në të njëjtën ditë, më 13 kush 2021, një përqendrim i pazakon procedurash me vlerë shumë të larta financiare, ndërsa tenderi i fundit është shpallur më tetor të pota ati viti. Në total, fondi limit i këtyre procedurave kap shifrën prej 16 miliard lekë të reja, ose rreth 160 milion dollar amerikan. Fitues të tendrave rezultojnë kompani të mëdha ndërtimit të cilat prej vitesh përfitojnë pjesën më të madhe të fondeve publike për investime infrastrukturore. Sipas SPAK ekzistojnë indicie se këto procedura janë përdorur për të favorizuar një rreth të kufizuar subjektesh, duke kthyer prokurimin publik në një mekanizëm klientelist në dëm të interesit publik.